Kryetari i Bashkisë Durrësit. Atëherë fjalën e ka Ministrja e Ekonomisë. Shumë falenderit dhe shumë falenderit për prezantimin, i cili në të vërtet është një program i ri që prezantohet, por pa diskutim është vijimi i një politike e cila ka qenë e suksesshme. Që në fillim të mandatit të parë, qeveria shqiptare inicioi programin e rilindjes urbane, pra rilindja 1.0, i cili ishte një program që nga shumë kush u diskutua, nga shumë kush vendosi pikpyetje mbi pse duhej që të kishte një investim kaq të madh në nivel lokal dhe të shpenzoheshin fonde publike kaq shumë për një program për rivitalizimin e bashkive. E vërteta është që shumë vite mbrapa ne kemi një situatë e cila ka ndryshuar tërësisht. Investimet që u bën në të gjitha bashkitë e vendit sollën më shumë ekonomi për secilën nga bashkitë. Ne sot kemi qendra të reja turistike të cilat nuk kanë pas ekzistuar më parë dhe një shifër ose disa shifra që mund të përmenden që pasqyrojnë më së miri këtë që jam duke thënë, pra impaktin që rilindja urbane dha në ekonomitë lokale, është shifra e normës së papunësisë apo shifrat e numrit të bizneseve, apo edhe vlera shtuar që gjenerohet në nivel bashkie vetëm nëpërmjet sektorëve të cilët u preken nga rilindja urbane dhe më konkretisht nga turizmi. Nëse do të referohemi shifrave, unë kam marrë disa qytete për bazë, ne kemi pasur një ndryshim rrënjësor në normën e papunësisë. Në Durrës, në vitin 2016, norma e papunësisë ishte 14.9%, ndërsa sot ajo është 6%. Në Fier, norma e papunësisë ishte 13%, ndërsa sot ajo është 3.9%. Gjirokastra kishte një normë papunësie 13.5%, ndërkohë që sot e ka 3.5%. Shkodra 12.8%, sot është 6.3%, e kështu me radhë, Vlora, Tirana po, janë shifra të cilat tregojnë për një nivel punësimi më të lartë. E vërteta është që në të gjitha këto qarqe që unë përmenda, forca e punës ka ardhur në rritje, punësimi ka ardhur në rritje dhe papunësia ka ardhur në rënje sepse ai është një ekuacion shumë i thjeshtë. E bëj këtë të qartë pasi një tjetër element i cili është gjithmonë në pikpyetje dhe gjithmonë në diskutim është çështja e emigracionit qoftë të brendshëm, qoftë të jashtëm. Janë qytete të cilat duke qenë se kanë shtuar turizmin dhe zhvillimin dhe potencialin ekonomik, ato kanë tërhequr më shumë fuqi punëtore, sidomos në sezonet turistike. Pra, ka pasur rilindja urbane, zhvillimi urban, ka sjell më shumë ekonomi për vendin. Dhe në fakt, programi që na u prezantua sot është një program i cili vërtet flet për identitet, vërtet flet për rivitalizim, por e vërteta është që të gjithë komponentët e këtij programi kanë një impakt ekonomik dhe sjellin zhvillim ekonomik. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të gjithë komponentët të ndiqen në mënyrë të vazhdueshme. Ne duam që rritjen ekonomike ta kemi të qëndrueshme. Ne duam të ndërtojmë instrumenta që të vijojë zhvillimi ekonomik i vendit. Dhe ky duhet të jetë gjithëpërfshirës. Situata që ka sot ekonomia shqiptare është disi e polarizuar, pavarësisht se janë krijuar potenciale nëpër qendra urbane të tjera. Tirana përbën gjysmën e GDP-së së vendit. Tirana është një qytet i cili të ardhurat për frym i ka 40% mbi mesataren e vendit dhe gjithashtu është një qytet i cili në GDP rritet më shpejt se sa ekonomia. Ne duam që këtë ritëm ta ndjekin të gjithë qendrat e tjera, të gjithë bashkitë e tjera, dhe unë besoj fort që nëpërmjet këtij programi ne do të arrijmë që të aktivizojmë
mundësi, asete, kapitale të cilat janë aty dhe janë të pashfrytzuara, që mund t'japen më shumë mundësi, jo vetëm për bashkitë të cilat nëpërmjet këtij programi do të kenë një qasje më të hapur drejt zhvillimit ekonomik dhe drejt gjenerimit të ardhurave, por edhe për bizneset të cilat do të gjejnë një potencial të ri për zhvillimin e tyre. Megjithatë, të gjitha këto kanë nevojë për financim. Sigurisht është një fond jashtëzakonisht i madh që është i nevojshëm për të realizuar programin, por dhe vetë bizneset për të zhvilluar kapacitetet e tyre do të kenë nevojë për financim. Dhe prandaj ne paralel me këtë program kemi menduar për një sër instrumentash të cilët do të shkojnë në ndihmë të sipërmarrjes shqiptare. Ne për pak ditë lançojmë një instrument jashtëzakonisht të rëndësishëm, të aksesit në financë, instrumentin dyfishos sipërmarrjen tënde, i cili do të vjet në dispozicion çdo biznesi shqiptar në të gjithë shpërndarjen gjeografike të vendit, me qëllim rritjen e kapaciteteve, me qëllim modernizimin, me qëllim arritjen e standardeve të Bashkimit Evropian. Në paralel me këtë, prej shumë vitesh, Ervini e përmendi, ne kemi iniciuar një program të madh të suportit të startupeve, të cilat vërtet mund të jenë të vogla sot, por janë të domosdoshme për zhvillimin edhe të biznesit të madh, edhe të korporatave, pasi synimi është që startupet që ne financojmë të shkojnë për të modernizuar biznesin e madh dhe të ndikojnë në produktivitetin e vendit. Jo vetëm në Tiranë, u prezantua në program që neve kemi një shpërndarje jo të drejtë të zhvillimit të startupeve. Neve deri vitin e kaluar kemi pasur 85% të sipërmarrjeve inovative të përqendruara në Tiranë. Me dyfishimin e fondit të këtij viti, ne kemi një shpërndarje më të mirë. Rreth 25% e fondeve që janë shpërndarë që nga fillimi i programit janë të dedikuara në drejt sipërmarrjeve inovative që janë të themeluara jashtë Tiranës. Dhe ne duam që kjo shifër të rritet dhe sigurisht që do të hartojmë politikat e duhura me qëllim që kjo shifër të rritet. Sigurisht që për të rritur duhet që fondi të rritet, por edhe që instrumentat që neve vëmë në dispozicion të ndryshohen. Ne këtë vit do të lançojmë një tjetër instrument, i cili lidhet me financimin e startupeve, që ka të bëjë me një fond që do të vjetë në dispozicion nga qeveria shqiptare. Jemi në bisedime me Bashkimin Evropian që dhe ata të vënë një fond në dispozicion për startupet, ku ky fond do të investohet në pjesëmarrje në kompani, pra në aksione të kompanive, me qëllim që të japim një tjetër dorë dhe një tjetër përshpejtim. Ndërmarrjet kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për mbështetje financiare, siç kanë nevojë dhe për zhvillimin e kapitalit njerëzor. Ndaj dhe pa diskutim që një nga politikat e rëndësishme që mbështet zhvillimin e kapitalit njerëzor në nivel rajonal janë jo vetëm shkollat profesionale, të cilat neve i kemi mbështetur qoftë në infrastrukturë, por qoftë dhe në bashkëpunime ndërkombëtare në vitet e fundit. Mund përmend këtu bashkëpunimin që kemi me një nga ekselencat e turizmit në Europë dhe në botë, shkollën e Lozanës. Po në ndërkohë jemi duke biseduar dhe në përpjekje për të vazhduar një bashkëpunim me disa universitete ndërkombëtare, të cilat do të jenë të shpërndara në të gjitha qarqet, në disa qarqe kryesore ku ka nevojë për aktivizim të kapitalit njerëzor dhe për aktivizim të dijes, me qëllim që të rrisim potencialin e edukimit, qoftë në nivel profesional, qoftë në nivel të arsimit të lartë. Siç e shihni, janë politika që janë të integruara, ndaj dhe kanë nevojë për një qasje gjithëpërfshirëse, ndaj dhe shumë e rëndësishme që sot jemi të gjithë bashkë për të biseduar qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel vendor dhe për të linjëzuar politikat tona me qëllim që ky program të ketë sukses dhe me qëllim që zhvillimi ekonomik i vendit të mos njohë ndalim. Shumë faleminderit. Faleminderit ministre.